aleat tonë me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Njerëzit Elbania lodh njerëz prej aspektin social si dhe aspektin ekonomik. Këto 4 vjet na kemi pas vetëm ranje si në aspektin ekonomik, gjithashtu në aspektin social. Edhe në fundit njerëz ajo i prek direkt në xhep që aty s'mundet mi rajt kërkush asnjë politikan, për shkak se nëse ai nuk mundet mi dal asnjë javë me një pagë që e merr dikon, për me siguru elementet bazike ushqimore ose djetesës, atëherë normalisht që nuk është edhe ai komet ndëshku, për shkak se e dëshiron dikon ose e don dikon në pushtet i cili ja ndërheq pakjetën, ja rregullon pakjetën, e na jemi dëshmitar këto 4 vjet, domethënë këtë vend veç është rrit varfënia. Na jemi tonë dëshmitar, po përballemi çdo ditë, nuk është më njëjtë çu ka qenë para 4 vjetësh, çu është sot. Situata ekonomike dhe sociale është shumë e keq, e para. E dyta, kemi një izolim total, nuk kemi investime të huaja, asnjë lloj investimi, kemi sankcione në këtë vend, as ato pare që kanë ardhur prej organizatave të mëdha botnore, që kanë ardhur prej projekte të ndryshme në Kosovë, e cilat sigurisht që e kanë pas një farë impakti të vetin në shoqëni, qoftë në ekonomi, qoftë në aspektin social, si ki mo, që sa vjet si ki. Për shkak si kem për shkak të veprimeve të zotit Kurti që ka bërë komplet në kundërshtim ose pa koordinim me aleat tonë, me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Prandaj unë e pres që me pas një ramje, për shkak se nuk është më entuziazëm se njerëzit e kanë provu. Është e vërtet që me non shkurt ai prapë mbritin, po unë mendoj që ato e kanë rri si pasojë e një mospune, do thonë një mospune të opozitës, ose një mos ballafaqimit real të opozitës me pushtetin. Për ato 4 vjet opozita në Kosovë, qoftë PDK-ja, qoftë LDK-ja, se kanë bazë veprimin më të vogël me u kundërvu politikave shkatërruese që i ka bërë Kurti për shtetin e Kosovës. S'ka asnjë veprim që mundet më majt men. Nuk bëhet opozita me deklarata nëpër televizione. Do të veprime konkrete. Që ka ardhur Kurti në pushtet? Dhunshëm ka ardhur, do të përdor dhunë ka ardhur në pushtet. Unë s'po them që këta tash me përdor bashkë të njëjtën, mirë po ka veprime. Ti sot nuk i veprime të partive tjera, as PDK-s, as LDK-s, e as AK-s, përpost atyre deklaratave publike që japin, cilat absolutisht asnjë efekt se kanë në elektorat.